Ndryshimet ishin të rrezikshme sepse para nuk e bënte kriminalizimin e shpifjes. Dakor, mund ta kishin lënë siç ishin. E bën vetëm në bazë statusi, pra thamë për një grup gazetarësh, pra vetëm për gazetarët, duke përjashtuar këto grupet e tjera që përmenda, po dhe për gazetarët futet një term i ri që janë të regjistruar dhe të njohur. Dhe kjo hap më shumë telashe se sa zgjidh, sepse dhe duke lidhur këtë jo vetëm me çfarë është shkruar në versionin e ri të Kodit Penal, po me ligjërimin, me narrativën dhe me propozimet e përfaqësuesve të Partisë Socialiste, që janë që nga kryetari i grupit parlamentar te kryetari i Komisionit Ligjeve të zëvendës kryetaria e Parlamentit, që folën qartazi për rregullimin e profesionit të gazetarit me ligj dhe krijimin e urdhrit të gazetarit siç është në mjeksi. Tani kjo është shkelje qartë e të drejtave të njerëzit, e Kushtetutës në 22 liria e shpresë dhe Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Pra, gazetari e ushtron funksionin, profesionin e tij për lirinë e shpresë dhe pikërisht për këtë arsye nuk mund të jetë i rregulluar, sepse nuk ja delegon shteti të drejtën gazetarit që të ushtrojë funksionin e ri të shprehjes. Krejt e kundërta, shteti duhet të qëndrojë tërësisht larg.